shumë të Ballukut, ndërkohë që nuk ka ndodhur deri më tani. Tani gosipi thot shumë, por çfarë tregon praktika? Gosipi thot se Gjushi i Tharams për 3 ditë të marrë me vete, po më arrestove. E vërtet. Lefter Koka ju drejtua duke i thënë, vrimën e miu do të gjesh. Lali Vjellsi të dola borxhi. Tani rradha ime. Këto janë të vërteta, po. Lubia i ka thënë që mos mendo se jam ai qyravec i bashkisë, unë të marrë me vete. Madje thonë se të njëjtën gjë i ka thënë dhe prokurori dhe këtij, se me shef me rroba grash, po unë vishem si burrat. Rikthehet tek gjyshi i saj serial killer. Kur ka qenë Beqiri, në fakt. Vishem si burra, tek instinkti. Të gjitha këto janë faktu, praktika ka treguar se këta kanë shkuar që të gjithë aty ku e meritojnë, dhe këti nuk kanë arritur, por këti do të jenë qytetar që do i bëjnë gjyqin. Do i bëjnë. Në këtë rast, kemi sinqert, prokurori ja shqeu derën e Dirams. Ky është. Është ky. Unë po them lubi këtu, po në të vërtetë është Rama. U takon qytetarëve tani. Jemi realistë se këto janë gjëra që kur nuk mund të ndodhin veçse me diktimin e Ramës. Ndryshe asnjëri s'mund t'i bënte. Nuk kam atë thot se unë s'kontrolloj këtë, s'kontrolloj atë. Kjo është vetëm këtu. Ku është? Ja më kush. Është tu mbi 50 milion euro. Hajduti. 120 milion euro, 130 milion euro djegësi Tiranës. A e morët vesh ju? Që dje shpallën falimentimin e strategjisë së djegësave. Pasi i shpenzuar qytetarëve shqiptar 400 milion euro, me dherat, me llamarinat e Firit dhe të Elbasanit, dhe për to s'ka njëri të dënuar për korupcion, sepse është Edi Rama. Është Edi Rama. Por në qoftë se Erion Veliaj nuk mund themi se ishte këmisha Edi Ramës, për Lubin pak është më thënë këmisha. Këmisha dhe më shumë se këmisheti. Kështu që tek Lubia s'ka ku shko. Është vetë Edi Rama.